Nderuari kryetari i Partisë Demokratike, Magjistër Nagip Arifi, zonja dhe zotrinj, strukturën e ardhshme udhëheqëse të komunës së Bujanocit pas 6 majit e pret një punë me përgjegjësi të jashtëzakonshme, por duke pasur parasysh përvojën e udhëheqësve në Partinë Demokratike, eksperjencat dhe aftësitë tashmë të dëshmuara të kryetarit historik të komunës së Bujanocit, Magjistër Nagip Arifi, sigurisht se do të ketë një dinamizëm në drejtim të zgjidhjes së shumë preokupimeve dhe të pritjeve të qytetarëve në komunën tonë. Kuvendarët e ardhshëm të Partisë Demokratike, që sigurisht do të përbëjnë shumicën në kuvendin e ardhshëm komunal në Bujanoc, do të angazhohen në realizimin e projekteve në të gjithë sektorët zhvillimor për të cilët ka aq shumë nevojë kjo komunë. Shumë qytetarë nga të gjitha vendbanimet e komunës tonë janë bashkuar Partisë Demokratike, subjekt i ri politik, por me njerëz me përvojë dhe të suksesshëm. Qytetarët përkrajnë Partinë Demokratike sepse i besojnë motos "ne jemi të fjalës", se kryetari Nagip Arifi e mban fjalën.